Incineratori i Elbasanit është kthyer në një bombë mjedisore për këtë qytet. Shënon ora 22:30 dhe unë ndodhem vetëm fare pranë vatrës së zjarrit, mbeturina të cilat do duhet të incineroheshin, por në fakt incinerimi dhe investimi i qeverisë shqiptare 10 miliona euro ka shkuar dëm dhe ditën e sotme ky tym që ju shikoni ka pushtuar qytetin e Elbasanit. Aroma, erat janë të padurueshme, unë jam fare pranë, por edhe larg pra në hyrjet e Elbasanit nga Tirana, atmosfera ishte e papërballueshme. Kjo çfarë po shikoni këtu është një rrezik i pastër për shëndetin, për smundje të ndryshme që mund shkaktojnë pra këto tymra, këto toksina të cilat kanë që prej pasditës sotme që janë ndezur. Nuk e dim nëse ka qenë një zjarrvënie e qëllimshme apo diçka natyrale, këtu do duhet të hetojnë organet kompetente, por ajo çfarë është e sigurt është se ky tym, kjo vatër, incinerimi që do duhet të ishte fare pranë Elbasanit, po kthehet në një rrezik dhe është një rrezik total për shëndetin e qytetarëve.